kënaqur me 3 pikët dhe normalisht tani të rëndësishme janë pikët, por nuk isha i kënaqur me performancën e ekipit dhe me intensitetin, si duket ekziston një lloj plagështie se përket futbollistëve dhe ditën edhe ndeshjen tjetër luajtëm gjatë gjithë ndeshjes me një futbollist më pak. Edhe sot nuk jam i kënaqur me intensitetin dhe performancën e ekipit, por e rëndësishme është që ato nuk na siguruan asnjë moment, ne të goditëm shtillën, patëm edhe disa raste që të mbyllim takimin, por si fitore duhet ta arkivojmë dhe gjithë fokusin të kthejmë te ndeshja e ditës mërkurë për Kupën e Maqedonisë. Ka momente kur gjërat nuk shkojnë si duhet dhe kemi thënë shumë herë mbështetja e publikut është shumë e rëndësishme kur nuk je në nivel. Patë në fund ca polemika me tifozë të caktuar, për çka bëhet fjalë në fakt mendon që ekipit i duhet suport pikërisht kjo kur thua kur nuk luajmë si duhet. Unë mendoj se forca jonë ka qenë është dhe besoj që do të jetë publiku, gjithë publiku, jo vetëm ballistët e cilët edhe sot ishin të mrekullueshëm, por edhe publiku i thjeshtë i cili vjen për përkrahur Shkëndijin, unë kërkoj që të përkrahin futbollistët, përkrahin futbollistët, veçanërisht momente kur performanca nuk është ajo e dukura. Gjithsesi, unë do kisha preferuar që gjithë presionin apo gjitha ofendimet apo gjithçka t'i adresojnë tek unë, për shkak se futbollistët janë ato të cilët luajnë fushën e lojës, kurse unë jam jashtë fushës. Për shkak se futbollistët në momente të veçanta edhe ndodhen që edhe gabojnë me reaksionet e veta, siç gabojmë edhe ne, siç gabon edhe tifozët, siç gabon çdo njeri përveç Zotit të Madh, dhe besoj që në momente të veçanta ne duhet të harrojmë disa epizode dhe të bëjmë falje dhe të bashkohemi bashkë vetëm për interesin e Shkëndijës. Për shkak se fishkëllima apo ofendimi ndonjë futbollistit nuk i sjell gjë Shkëndijës, nuk i sjell gjë të mirë, vetëm mund të sjell negativitet. Unë kërkoj sinqerisht nga publiku për shkak se e shoh si forca jonë që të gjej forcën dhe të përkrah gjithë futbollistët pa përjashtim, se në momentet të veçanta ato futbollistë na kanë bërë krenar si ndeshjet evropiane, si kampionatin e kaluar apo edhe ndeshjet e kaluara. Ju thash edhe një herë, çdo njeri gabon, edhe unë bashkë, dhe normalisht që duhet edhe të kërkojmë falje, edhe të falemi dhe të vazhdojmë bashkë rrugtimin me tifozët për të arritur rezultate më të mira.